Thash, unë sot merr me kajt, thash djali jam është në punë, 19 vjeç, e këtu rinia në për kafe, ty pi kafe. Që jo ti kenë 2 euro në xhep me shku me pi një kafe, edhe t'jem unë super happy që i kom 2 euro në xhep me shku me pi një kafe. Kom shetit Gjermanin, Zvicrën, Belgjikën, Francën, Amerikën, amo me të vërtet nuk e kom pa luksin e Kosovës. Na s'kena guxua si është dyreve të borrit me dalë. Se le mosha kena ditë në shkajnë kafet. Haj type, 300 type. Nuk e di kjo ka erdhë mas lufte kjo gjë. Pasha në unën, po se përësitën një, mi ardhë, aty, s'kish kush, ajo dhe sa vike shloko, kretu derdhë këna të aty, dhe sa beka i kamarjeri, nuk e di pse e kanë këto. Po du me të pyet, e përmeni rinin, e përmeni liberalizimin e vizave, so po është që rinia për një me po kanë qef me ardhë jashtë, me pa Zvicrën, me pa vendet tjera të botës, nështë edhe me marrë pak për aty në vendve. Unë kisha pas shumë dëshirë me ardhë rinia me pa. Psa po menon që s'po vinë? Po vinë, ama nështë jo që i kanë gjithë kushtet më ardhë, unë për këtë po thëmë. Për këtë po thëmë që le të punon, le të ndonë, ta ketë mundësin me lëviz, nuk është, se unë e mendoj çdo familje ka dikon jashtë. Po edhe mëse pash ti ka vende që mund është me shku. A kupton çfarë do të them? Kështu që për këtë arsye po them si të punojnë, të bëjnë zotë vetit, ta kenë porën, që jo ti kenë 2 euro në xhep me shku me pi një kafe, edhe t'jem unë super happy që i kom 2 euro në xhep me shku me pi një kafe. A kupton? Unë mendoj që edhe rinia mendojnë, veç ti kem 2 euro dalim ta pim një kafe. A menon ti që nashta në Kosovë për një me bojna pak luks? Luks ma shumë se sa ju që jeni atje, ju keni parën nashta ma shumë, por nuk e keni jetën që e bojna në Kosovë. Që thërë ti edhe veti për mene punën e 2 euro, me 2 euro ti në Kosovë knaqesh, krejt qëta që jënë të napat, njëtin sen e thojnë, hajtë se na në Kosovë me 2 euro knaqmi, a e menon edhe ti që sen që për një mena i shumë, vish hajtë dalim të pina një kafe dikon, takohem me dikan gjatë ditës. Po, shumë, kjo është mas e vërtet. Unë sot në 8 mëngjesit, jem dalë në Gjakov, a beson zotin në 8 mëngjesit, i kom pa krejt rinit, mush në kafat, krejt rinit, shkoj menja të fëmija mi, të djali jam. Thash, wow, djali jam, thash, në këtë kohë, unë shtu i punu, në Zvicër. Thash, shifi këto rinin. Bashmë është, për një ma është mu që ditë. Si ja dalin, nuk e kuptoj. Rinia, full kafet. Pse menon që është që kja në Kosovë? Pse menon që të na në Kosovë nuk ka shansa të pak të në ditje pa e pi një kafe në kafe? Jo të shpija, se të shpija gjësry shqipim, po në kafe. Ka kena marrë që shprehi, ose të pas parasysh që nashta printe tonë, nuk është që kanë dalë kafe, vas të mitit, tut hicet, se i bjanë që jënë adhe një mosh pak ma me madhe, ma madhore, ka kena marrë që të shprehi. Se shumica thonë, hajtë se kena pa jashtë, ose që shtoja bojnë jashtë, për ta një kunale që këshush jashtë nuk e kanë qëto sene. Kush thët e kena pa jashtë, gabimin më të madhin e ka. Kush thët e kena pa jashtë këto, me shku me pi një kafe, shumë gabim e ka. Unë për veti, kom shetit Italinë, kom shetit Gjermanin, Zvicrën, Belgjikën, Francën, Amerikën, jam konë shumë shtete, amo me të vërtet nuk e kom pa luksin e Kosovës. Nuk e kom pa. Nuk ka njerë, nuk moj, është shumë e thjesht, është, nuk e di, është shumë e zërshme me logjiku, se si ja dalin këtu njerëzit, ose si ja del rinia këtu, se atje nuk del. Thash, unë sot merr me kajt, thash djali jam është në punë, 19 vjeç, e këtu rinia në për kafe, ty pi kafe. Kush thot, jenë dalë babët e tonë, gabim e kanë. Shumë gabim e kanë. A thash, na, s'kena guxua si është atë dyreve të borrit me dalë. Se le mosha kena ditë në shkajnë kafet. Haj type, 300 type. Nuk e di kjo ka erdhë mas lufte kjo gjë. Mas lufte kjo erdhë happy, hini, që me thonë, jo happy, po hini në trend kafet. Me dalë me pi kafe, unë e di shumë mirë punëtorët e mija, ka 3 herë në ditë. Edhe në fund të adisha më kanë thonë, budalica Zvicrës s'po di ke shkaja në kafe. Se mu s'mu del kime me pi 3 herë në ditë kafe, edhe ma bëshin, ke s'po di ke shkaja në kafe. Edhe, që shenin ato momente, në ashta për qëto komente, të pas parasysh që punëtorët e tua, po pëse janë ma 3 janë mosh, edhe qështë ka ba me uni prej qëty në komenteve, ose shka ju ke thonë? Jo, më thënë, e kom dëgju që kam thonë që, kur kam qenë në Fushë Kosovë, se këtu në Prishtinë nuk është që ka ndodhë, po në Fushë Kosovë ku më kanë qenë, po, më kanë ndodhë, që ka thonë budalica jashtë e Zvicrës nuk po din shka jenë kafet.
Se vishin më të 3 ditë e mershin punëtoren. Ajo në sabaq delke, pike kafen, vike 12 unë ja jepsha pauzën, shkoj pike, hajke drekën pike kafen, ku bike në 4 saati, unë ja bona pauzën si me që me thonë, me reglat e Zvicrës, shkoj pike kafen, ose edhe unë i kisha në lokal kafen e Zvicrës, i kisha pru me automata, me krejt, i kisha pru prej atjet, që ta pin një kafe aty. Pasha në unën, po se porositën një, mi ardhë aty, s'kish kush, ajo dhe sa vike shloko, kretu derdhë kanë aty, dhe sa beka i kamarjeri, nuk e di pse e kanë këto. Edhe vetë shumë e çuditshme, aty ish kafja nxehtë, çdo gjë ish kafja Zvicrës, çdo sen ishte mirë, e porosit që një, ta porositim ka një kafe. Ajo dhe sa vike bja tjetë, qysh ajo e ftoft. Nuk, as vetë nuk e di.